O flamur gjak, o flamur shkab, në vatër, o nën e bab, lagur me lot, het djegun me flak, flamur i kuq, flamur i zi. Fortes shkëmbit merë Tirani, së të trem Romani, as Veneciani, as Sërb Dushani, as Turk Sultani, flamur i madh për vegjeli. Flamur që lishën Konstantinin, pajton islam e krishtërimin, shpall midis feve vllazërimin, flamur bujar për njerëzi. Me Skënderbeu u lavdërove, e në fortun i funi u shove. Me zjarë e zi, unë deze unë zive, o fushë kuq, o shkabëzi. Sa shpesh pastaj për dheu shtrive, me zjarë si unë deze unë zive, po qdo mizor me shpatë ngrive, o fushë kuq, o shkabëzi. Për jeti për je Shqipërin, për linja shpirtin dhe fuqin, djel për vlan, ornek për fshqin, për botën ëndër e qiell i ri. Për të hapur këtë aktivitet, zgjodhëm një poezi që flet për zemrën e shqiptarëve, flamurin. Atë simbol kuqezit që na bashkon të gjithëve, kudo që jemi. Ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se erdhët në aktivitetin ton festiv, kushtuar 2 diteve më të rëndësishme në historinë shqiptare, 28 dhe 29 nëntorit. Dita e flamurit, dita e pavarësisë dhe dita e shirimit janë momente që na mbushin zemrën me krenari dhe na kujtojnë rënjet tona, gjakun e të parëve dhe historinë e lavdishme të kombit shqiptar. Sot, nxënësit tanë kanë përgatitur me përkushtim të dashuri një program të pasur me poezi, ese, valle, këngë dhe melodram, për t'i dhënë kësaj feste ngjyrat që meriton. Tani, le t'i japim skenës rritën, ngjyrë dhe jetë. Tradita shqiptare përjetësohet në vallet tona të bukura, të cilat i luajnë me shpirt brezat tanë të rinj. Në vazhdim, klasa 10 do të na sjellë një valle plot energji dhe krenari shqiptare. I mirëpresim vajza dhe ju urojmë suksese të mëtejshme në konkurimin e tyre në Albania's Got Talent. I ftojmë me duart rokitje.
Historia nuk është vetëm data dhe ngjarje, historia është ndjenjë, reflektim dhe përgjegjësi. Laura ka përgatitur një ese ku flet për rëndësinë e këtyre festave dhe për domethënien që kanë për ne sot. Me fjalë të thjeshta, por të forta, ajo na kujton pse duhet ta duam dhe ta nderojmë atë dheun ton. E ftojmë Laurën në skenë. Festat e 28-29 nëntorit janë ditët që i japin shpirt çdo shqiptari. Ato janë si dy rrezi drite që ndriçojnë historinë tonë, duke na rikujtuar se ky veti i vogël në hartë ka një zemër të jashtëzakonshme, një zemër që ka rrahur gjithmonë për liri. Në këto ditë flamuri kuqezi nuk është thjesht një copë figure. Ai bëhet simbol i gjakut të derdhur, i sakrificave të panumërta dhe i ëndrave që undeten si zjarr në zemrat e të parëve tanë. Kur val vitet, është sikur flet me ne. Na kujton kushimi dhe sa shumë rrugë kemi bërë që ne sot të shohim qiellin e lirë. Historia jonë është një rrugtim i gjatë me stuhi e diell. Dhe 28-29 nëntori janë dy momente ku ky udhëtim merr kuptimin më të plotë. Janë ditët kur nderojmë ata burra e gra që ngritën flamurin e lirisë dhe ata që dhanë jetën për të mbrojtur tokën e tyre. Gjithçka që kanë bërë ata nuk ishte për lavdi personale, por për një ideal, një adet të lirë që të mund t'u alini trashëgimi i brezave. Ata besuan se Shqipëria nuk mund të mbeti në hijet e pushtimeve dhe se gjuha jonë, traditat dhe shpirti ynë duhet të jetoni pa pranga. Në çdo hap të historisë, shqiptarët kanë treguar se, megjithëse janë ndarë nga male e lumej, shpirti i tyre ka qenë gjithmonë një. Në përshekuj kemi mbjetuar fal disa vlerave që e bëjnë popullin tonë unik. Kemi ditur të ruajmë gjuhën edhe kur kishte rrezik të shuhej. Dhe ajo sot qëndron si një fener identitetit tonë. Kemi ditur të qëndrojmë të bashkuar kur Adleu ishte i kërcënuar, duke treguar se forca shqiptare nuk buron vetëm nga arma, por nga zemra, nga guximi për të mos u dorëzuar. Kemi mbajtur gjallë traditat, këngët, vallet dhe zakonet tona, si një argë e çmuar që kalon nga një brez te tjetër. Edhe besa, kjo fjalë e shenjtë që i ka bërë shqiptarët të njohur në botë, është prova se ky popull e ka nderin gur themelin të karakterit të vet. Kemi treguar se në kohë të vështira, shqiptari nuk pyet kush je, por të zgjat dorën, sepse kështu e mëson zemra. Në këtë periudhë feste është e pamundur të mendosh për rrugët që kemi bërë. Shqipëria nuk ka qenë kur një udhëtim i lehtë, ka qenë një mal i lartë, me xhemba e terrë, por gjithmonë me një mal që na thërriste. Dhe ne, brez pas brezi, kemi gjetur këtë mal me shumë durim. Sot të rinj duhet të kuptojnë se këto festa nuk janë thjesht data të një kalendari, janë një amanet, një kujtesë e gjallë që na thërret të jemi më të përgjegjshëm, më të dashur ndaj vendit tonë dhe më të lidhur me rënjët që na mbajnë. 28-29 nëntori janë ditë kur çdo shqiptar, pavarësisht ku ndodhet, e ndjen veten më afër Adleut. Janë ditët kur flamurit në duart e fëmijëve ndes shpresën, kur të moshurit tregojnë historitë e tyre dhe kur zemra e kombit rreth më fort se kurrë. Këto festa na mësojnë se liria nuk është kurrë e sigurt nëse nuk e mbrojmë, se identiteti humbet nëse nuk e ruajmë dhe se rrënjët thahen nëse nuk i ushqejmë me kujdes. Prandaj çdo vit, kur vjen kjo ditë e shenjtë, Shqipëria duket sikur merr frymë më thellë, më e fortë, më krenare. Kështu, 28-29 nëntori nuk janë vetëm festa, por janë kujtim, krenari dhe pregtim. Janë thirrje për të dashur Shqipërinë, jo vetëm me fjalë, por me shpirt, me punë dhe me besë, ashtu siç bën ata që na dhanë lirinë që sot e gëzojmë. Faleminderit. Tani do të rikthehemi tek vargjet e fuqishme të rilindasve tanë. Poezia O Më Shqipni është një pritje dashurie për atë, një thirrje e sinqertë e drejtuar vendit tonë, e shkruar nga Pashko Vasa. Këtë poezi do ta interpretoj plot emocion Alesia. E ftoj në skenë. O moj Shqipni, e mjera Shqipni, kush ka qit me kryeni, ti ke pas ken një zojran, burrat e dheu të thjeshin anë, ke pas shumë mira e begati, me vashat bukra e me djempri, gja e vend shumë, ara e bashtina, me armbarda, me pushkitina, me burra trima, me grat lira, ti ndërgjith shoqet ke ken ma e mira. Kur kriste bushka si me shkret moti, zogu i shqiptarit gjithmonë i zoti. Ka ken për luft, e në luft ka dekun, edhe unë brapa kur si ka mbetun. Kur ka
ditë besën burri Shqipnis, I ka shtit dritmën gjithë Rumelis, ndër lufta treta gjithë kum kara, me faqet bardh gjithmonë ashtë nda. Po sot Shqipni, pa më thuj, si e, po sigur ki si rëzum për dhe, shkom bota Sipri e me kam shket, e një fjallë tamën as kur s'ta flet. Si mal me borë, si fush me lule, ke pas kem veshun, sot je me zrule. E s'të kam betun, as emër, as bes, veti kena prish për faqet zez. Shqiptar, ndër vlazën jeni të I vra, ndër 100 jeni shpërnda. Ca thonë kena fem, ca thonë kanë din, njëri jam turk, tjetri latin. Do quajnë grek, shkjedi satir, por jeni vlazën gjithë moret mirë. Priftrin e hoqë ju kanë dënu, ju kanë vërfnu, ju kanë marru, vjen janë I huj, e ju rrim votër, ju rëmben vash, ju rëmben motër, e përsa pare që do t'i fitoni, besën e t'parve gjithë e harroni. Bau një robi njërit huj, që nuk ka gju as gjakun tuj. Qani ju shpata ju dyfeqe, se ra Shqipnia si zog ndërleqe. E si kam betun, as buk as mish, as zjarë në votër, as drit as pish, as gjak dërfaqe, as nder ndërshok, por zu e banun trok. Mblidhuni ju vasha, mblidhuni ju gra, mata syt bukur qtini me kja. Eni t'vajtojmë Shqipnin e mirë, që mbet e shkret, pa emër, pa nder. Ka mbet e vej si grupa bur, ka mbet si nan që nuk pa djallë kur. Këtë nan të dashur, a do t'alam, që njeri huj t'a shkel me kam? Jo, kur jo. Këtë marre as kur se do, këtë faqet zezë gjithë kush e dro. Qoni shqiptar për gjumi, qoni, të gjithë si vlazën një bes shtrëngoni, e mos shikoni kisha gjamia, se feja shqiptarit a shqiptaria, që prej divarit dhe I preves, I shëndjeli vape rez, ashtoke jona, parna e kanë lanë, kush mos me na e brek, se vdesin të tanë, të vdesim si bura që vdiqen motit, e mos marrohna për para Zotit. Anës Lumenve është poezi që prek shpirtin, sepse flet për dhimbjen, krenarin dhe mallin për Shqipërinë. Dita do të na përcjell këtë emocion me interpretimin e saj. E presim në skenë me Duar Trokitje. E puna mbeti, vajva vatan e mirë mileti, anës detit I palar, anës dritës I par. Arratisur, syrgjinosur, raskapitur e katosur, po vajtoj pa fund, pa shpres, anës elbës, anës pres. Kuelame kuna mbeti, vaj vatani e mirë mileti, anës detit I palar, anës dritës I papar, pranë sofër si pangran, pandijes I panzan, lakuriqe I dregosur, trupe shpirti sa katosur, se që shem në derbederët, mercenarët dhe bejlerët, se që shtyp në jabangjit, se që shtrydh në fadejgjin, se që prene, se që vran,
që shkretua nanën banë, në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës bunës. Qire ndrigjëm i verosur, sakatosur, qarmatosur, as si gjalla si barosur, pres një shenje, pres një dritë, pres me vjetë, pres me ditë, se që tora, se që paka, se që qora, se që plaka, larkë prej vatrës, larkë prej punës, anës vjosës, anës bunës. Qakërdisur, batërtisur, përbëlitur dhe zalisur, pondroj pa fund, pa shpres, anës elbës, anës pres. Dhe një zëvë ngon nga lumi, më puqet, më zgjon nga gjumi, se Mileti po gatitet, se Tirani levetitet, se pëlqet, kërcet furtuna, fryhet vjosat derdhet buna, skuqet semani dhe drini, dridhet beu dhe zëngjini, se pas vdekjes ndrit jeta dhe kudo që më trumbeta krehuni, e bjeruni, korini e shtypini, ka të ndare punëtor, që nga Shkodra e qerë në Florë. Të ngjitemi në malet e trimërisë shqiptare, aty ku historia është shkruar me gjak e nder. Kënga nga Jakub Ferri i kushtohet një prej heronjve të maleve tona, një luftëtari që nuk u përkuj kur. E ftojmë në skenë Deborën me zërin dhe shpirtin artistik që e karakterizon. Në vazhdim do të dëgjojmë një eser të realizuar nga një nxënëse shumë e talentuar, Aliona. Ajo sjell një reflektim ndryshe, një këndvështrim të veçantë mbi historinë dhe identitetin tonë kombëtar. Me fjalë të zgjedhura dhe mendim të pjekur, ajo na kujton se Adeu jeton, edhe në mendjen, edhe në zemrën e çdo të riu. E ftojmë Alionën në skenë. Nëntori, muaj i krenarisë kombëtare. Nëntori është
është muaj që çdo shqiptar e ndjen thellë në zemër. Është muaj i flamurit, i kujtesës, sakrificave dhe krenarisë. Dy data të mëdha, 28 dhe 29 nëntori, ngrihen mbi historinë tonë si simbolet të lirisë dhe identitetit kombëtar, duke na kujtuar rrugën e vështirë, por të lavdishme, që populli ynë ka ndjekur për të qenë i lirë. 28 nëntori i 1912-s, dita e pavarësisë, shënon çastin kur flamuri ynë kuqezi u valëvit në qiellin e Vlorës dhe u shpall pavarësia e Shqipërisë. Ishte një akt guximi, një vendim historik që vullosi të drejtën e shqiptarëve për të rifituar shtetin e tyre. Ky moment simbolizon jo vetëm fillimin e një epoke të re, por edhe forcën e bashkimit kombëtar. 29 nëntori i 1944-s, dita e çlirimit, kujton sakrificën e mijëra shqiptarëve që luftuan kundër pushtuesve të huaj. Shumë zemra kanë pushuar së rrahuri për të vetmen arsye që Shqipëria të mos mbetet e nënshtruar dhe ne sot të gëzojmë kulturën dhe traditat tona. Këto festa nëntori nuk janë vetëm data historike, ato janë momente reflektimi. Na kujtojnë se liria, identiteti dhe flamuri nuk na janë dhëruar, ato janë fituar me gjak. Na kujtojnë se përpara se të jemi individ, jemi shqiptar, pjesë e një populli që ka ditur të qëndrojë e të ruajë gjuhën, traditat dhe kulturën, pavarësisht peripecive që ka kaluar. Faleminderit. Tani do të shohim një nga numrat më të veçantë, melodramen Qendistarja e Flamurit. Është një rikthim tek momenti i shenjtë i qendisës së flamurit tonë. Është rrëfim për një grua që me duart dhe zemrën e saj u bë pjesë e historisë së Shqipërisë. Ju ftojmë të ndiqni këtë melodram emocionuese. Ç'ke më bi, që m'kjanem shanë e vet labran. Kjava shumë mor i lumnana, tuj që ndisën mra gjilpana ndër fajkue, tash jam ullë për me kërkue. Po çka ki, që lëtin zori, ku ki dhemta, ku ki zori? A për drum mos m'je harlis, qysh se m'kjan moj të qenis. Pasha nanë nuk mëj mari, që të mbizet bia zhari. Do me dit e zeza nanë, pse ti vetlat shpesh mi vranë, pse ka mot mëj buza s'qeshet, e në arkti me zemra s'neshet. Nuk është qa mëj nanë sërqa, po them se kocë jam vra. Diçka vlon këqer dhe zanash, vlon dashnia si mbi nanash. Nan dashnia m'ka molis, prandaj kajon ty qëndis. Të thaft goja, biq, po m'thue, a ka shpeti mje tërbue? Pa një gjë më i mi kërcunash, se bona i heret zuna, bona të zuna t'u i dender, nuk e pështim, o mesha mirë. Jam shqiptare, bi shqiptari, e të fjallën s'mundi mbaj, s'ke me baju t'u i dender, si kujtona m'ke për nerë, as moj natë nuk jam harlis, veç se kjajon t'u i qëndis. Diçka në zemër m'ka pengue, argja e dej në i nanë për muë. Fillon nana tash mu vra, diçka të mirë nana se pa, don me qelë të ngratë n'goj, por droj mira mos gaboj. Fol moj bi, mos m'lenër grepa, mos m'shet gjanë se do t'jepa i kam lujtër tashën kje dhe për vjetër. Ty sot beht pa qashue, tash me m'diftue, e pse ty zemra, te ishtë arque? Nan dashnia m'ka molis, prandaj kja ju m'tu i qëndis. Dridhej nana gjas kuptonte, por të mirën ka jadonte, e murë me të mirë e i thaj mira. Moj bi, moj si pranë vera, pash një djel e pash një han, pash një zot që qiellin vran. Ndifto sot, në sokol kënë zonë.
Qa sokoli thu moj nan, thash moj thash se s'ma banera, s'ma ban shpia, s'ma bandera, me luj men shojnan maskujt, si kam dhan moj fjall kërkujt. Po ta them sot në emër të Zotit, e po ta them bes të Zotit. Ty të fjall me ti një gjue, se kam men mo me largue, zemrën dyrë së në ndaj, mlet të qnis e mlër të qaj. U ngrit nana, lot t'i pështu. Para t'bi syt ju n'zonë, kalun dite, kalun net, vajza ma me goj s'po flet, me goj s'flet, nana s'mun, rate mira ashtu ngu, shtilon keq në atë shtrojdeke, e shpesh vaket edhe neke, ftyra e saj për si flokbore, na gjyrban se hek prej dore, veç punon, e ty punue, shep për hurën ajo e marue, ishën syt mbi ta me malë, dhe puth e ve në balë, nana vajzën t'u i diha, shpesh e lje. Mërje ngratë, ani men s'do me mdiftue, pse ty zemra pesh t'ashque? Na ndashnia m'ka molis, kjava mjafton t'u i qëndis, kjava mjaft. E ju këput kësaj fjalla n'goj, e fjall tjetër nuk mundzori, a gjylpan prap ndore mori, por dy durt, por si Florini, natë pëlhur deka janë ngrini. Ja, o qka më gjetë mu të mirë në sat, po qka i gjetë të zezën nanë, në më kitë tjelë, e në më kitë hanë. Merë pëlhurën që pat e bia saj, kish paskan kuqezi, e tanë Shqipnis me tanë dëshni e pat molis. Në kryt flamurit kish punue, kur e Shqipja ndorë prarue, fjallë të hersh me fjallë të parve, se Shqipnia ashtë e shqiptarve, me flamurin kuqezi, merë në nëzeza më shtjellat bi. Pra po tham me zot nanë, Shqipnia është e shqiptarve, me atë flamur që e kesh njështë vajza, me dur të saj, rov Shqipnia e bitë të saj. Pas melodramës dhe emocioneve, rikthehemi te gëzimi dhe festa. Klasa 11 ka përgatitur një valle që bërshon forcë, harmoni dhe dashuri për traditën tonë. Le t'i presim në skenë me duar trokitje.
Këtë herë, Nikoleta do të ngjitet sërish në skenë për të na prekur me vargjet e të madhit, Gjergj Fishta, me poezinë Lam të mirë vendet e mia. E mirëpresim. Lam të mirë, vendet e mia, që për zhtu keni dal nga dalë, u shton deti, gjemon duhia, lëkun dhe barë ka valë mbi valë. Ka një i djelë që është të flaku, anë i fillon tash po vete. Lam të mirë atë dhe i bekom, lam të mirë sa tjetë jeta. Nesër nate kur mine rrezja djeli kamera, kush e di sa uje dhe mu prit teje ka në mda, e pun veç sharet mizore, e pun veç shazot që të detit, se për ty mu i to karbnore, s'ka me më vetë ma mu për shkretit. Tjera fusha, tjera male, ka me pa, tjera dete, kam mini tjera valle, tjera gjumë, tjera qytete. Venin tem, po s'ka me pa, ku kam leja më burnu. Sytë e mi dhe kanë në kja, pa u qitë kursin e më gushtu, pa këndemi, pos një zotit, tu e shtektu në përdhet, u i kam në shku mu dit e moti. E nana e metun për së gjalli, kam e më kja për shëtina i bitë, qërë sa motra e dekun malit, këtë na herë mu kam e më prit. Lam të mirë pa bjesh kemale, ju krepa, ju cura, ju breshta, ju qithane, ju proje, ju bura. Lam të mirë shpjat parve, ku mas pari ma gojdita. Lam të mirë nanë, lam të mirë, oj motë. O shqiptar, një vartë të rinë në hasë shna i herë ti, tu e një kështekun, në na i ranën e i shkretin. Atë vetë ka me kanu një dekon, një kryq druni, kjo fshatru, nëzire, e dhe ma për një kry. Anë mos ti për mu, lutju Zotit, për qëfar ta kem fy. Faleminderit. Dhe për t'i dhënë këtij koncerti, një mbyllje për gjallëri, klasa 10 rikthehet me një vallet e fundit. Një shpërthim energjie dhe krenarie shqiptare për të mbyllur aktivitetin tonë me buzëqeshje.
Të dashur të ftuar, prindër, mësues dhe nxënës, koncerti i sotëm ishte një përqafim I traditës dhe historisë sonë. Falenderojmë të gjithë nxënësit për talentin, punën dhe emocionin që solën në skenë. Gëzuar 28 dhe 29 nëntorit, Rrofta Muri 23, Rrofta Shqipëria.